Prej kur Vleni si humbës u bë pjesë e qeverisë, bota sërbë është më e pranishme se kur në Maqedoninë e Veriut. Këtë konfirmon për 2 vite me radhë dhe raporti i Parlamentit Evropian, thuhet në një reagim nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas tyre, për 2 vite me radhë, raporti i Parlamentit Evropian evidenton shqetësimin për rritjen e ndikimit të botës sërbe në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe apostrofon qartë promovimin e këtyre politikave nga përfaqësues të pushtetit. Nuk është as pak rastësi që paralelisht me këtë ndikim po vazhdon edhe gryerja sistematike e marrëveshjes së Ohrit përmes vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe politikave të kësaj qeverie pa legjitimitet etnik, thon nga BDI. Faktet flasin vetë, nga roli dhe ndikimi politik i Ivan Stojkovićit brenda qeverisë deri te deklaratat e tij publike se ka shpëtuar përfaqësuesit e Vlenit nga turpi politik, nga afrimi me strukturat politike të Milorad Dodikut deri te kontratat në sektorin energjetik me kompani të lidhura me interesat e tij, nga zgjerimi i pranisë së kapitalit bankar serb në vende deri në një sër vendimesh institucionale që kanë krijuar hapësirë për forcimin e këtij ndikimi. Të gjitha këto përbëjnë një mozaik që nuk mund të mohohen. Kanë reaguar nga Vlen, sipas tyre, BDI nuk e mbron kauzën e shqiptarëve, por e mban peng. Vlen përmes reagimit thotë se BDI-ja nuk mund t'u afal shqiptarëve që e dërguan në opozit, prandaj tani po u hakmerret duke bllokuar ligjin për përfaqësim të drejtë. Shqiptarët nuk u kanë borxh pushtetin e përjetshëm karikegjinjeve të Reçicës së vogël. Nuk u kanë borxh as ministra, as drejtor e as tender. Aq më pak u kanë dhënë të drejtën që vetëm pse mbeten pakoltuqe të bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe të rënojnë marrëveshjen kornis të Ohrit. Plot 25 vjet e kishin edhe gurin edhe arën në dorë, por nuk u shkoi mendja që këtë të drejtë ta mbronin me ligj. Më të rëndësishme i kanë tenderët, pasurimin personal dhe pazaret e pista. Tani, dikush tjetër po e kryen punën. Nga dëshprimi kapen pas një fije e kashte dhe kërcënojnë se do të bllokojnë gjithë kuvendin. Sipas Vlen, shqiptarët nuk janë plaçk partijake askujt dhe të drejtat e tyre nuk janë monedhë për kusure politike. Marrëveshja e Ohrit, siç thon nga Vlen, nuk është tapi as e Ali Ahmetit dhe as e karikgjinjeve të tij të përjetshëm. Ai u përket qytetarëve dhe askush nuk ka të drejtë ta mbajë peng për shkak të etjes së shfrenuar për pushtet, thuhet në reagimin e Vlenit.